إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد jemi te kapitulli I barimit dhe vazhdojmë me pikën e radhës thot lejohet që burri me varos grun kuptohet jo të mbaros po edhe me ela tu u bazu në hadithin e Aishës radiallahu anha të cilën në zbergjon pak ma të shkurt transmetojnë Buhariu edhe Muslimi ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam دخل عائشة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه hyni të unë I pejgamberi alayhi salatu wassalam në ato ditë fundit jetës së tij. Unë thash wara asa kryt po do më kërsit. Aisha ka thonë dhimbje të madhe ka pas. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam bal wara asa përkona zjo unë kom dhimbje hala ma shumë se ti. Edhe po thot waditu anna dhalika kana wa ana hayyun kisha pas qefti me vdek kjo më ndonë vdekja jote unë duke qenë gjallë fa hiyatuka wa dafantuk të kisha pregadit gjenazën ta kisha pregadit pra të kisha lo edhe të kisha varos fa qult fa qalet Aisha ka thonë po I thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu bazu në xhelozinë e saj كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك سمت بون عديت هنا kur vdes unë e të shkon te gruaja tjetër atë natë po I thot prap wa ana wara asa unë kom dhimbje të mëdha pra edhe ka vdek pra kam filluar sa ditë I kam filluar dhimbjet që kanë vazhdu disa ditë dhe pastaj ka vdek sallallahu alaihi wasallam Ud'uli, e kjo është tash argumenti më I madh që diçka tjetër po përmendet, që është diçka shumë e rëndësishme në umet, ka qenë prej vendimeve më të rëndësishme, vazhdimi I khilafetit me Ebu Bekrin, pra vazhdimi halife I parë, zëvendësi I të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, të jetë Ebu Bekri. Ud'uli ebak wa akhak. Thirma mu babën ton edhe vllon ton Abdurrahmanin hatta uktube li Ebi Bekrin kitaben fa inni akhafu an yaqula qailun wa tamanna mutamannin ma mirë të shkruaj të porosis që ai letet mas meje halife që mos ketë shpresa ose dëshira ambicie dikush tjetër përveç ti që ene eula, unë ma I thirun. Pra, që mos me ulon tjerëve. Pse? Wa ya'ba Allah azza wa jalla wal mu'minuna illa Aba Bekrin. Nuk don Allahu subhanahu wa taala. As musliman dikën tjetër përveç Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Se di pse nuk e ka cek Allahu alem. Transmetohet se Ebu Bekrin e kalo gruaja e tij, ndërsa Fatimi radhiyallahu anha kalo në amanet edhe e kalo Aliu. Për vetë faktit të kisha qenë gjallë, Aisha ka thonë pastaj, si me thonë, vonë më dul gjumi, në këtë kuptim. Tash, të shkon që ka vdek, se kisha lënë të tërkujna, po na gratë e kishmi la pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe për me përgatit për me varos.
Pika tjetër mirë po thot këtu kurzohet e ka një kurzim, ajo është që mos me pas marrëdhënie në natë përpara. Pra ditën nëse e varos, natën burri kushton që mos me pas marrëdhënie. Qoftë me gruan tjetër, qoftë se nuk do të thotë njeri mundet me pyet, qysh kjo ka vdek me pas marrëdhënie. A ludojnë në ato se ka qenë smut, po nuk do të thotë që me kon nuk vdesin vetëm smutit, edhe shëndoshit po vdesin. Edhe pra kjo është kushtit duke u bazuar në hadithin e Enesit radhiyallahu an, hadithin e transmeton Buhariu në Sahihun e tij nga Enesi, thot kur vdiq Anna Ruqayya radhiyallahu anha lema matet, ka vdek Ruqayya të na që thojnë, qika pejgamberit alayhis salam, po du të shumë se gabim është kjo. Edhe tha i dërguar alayhis salam, la yadkhulu al-qabra rajulun qarafa leylata ahli, فلم يدخل عثمان ibn Affan radhiyallahu anhu al-qabr. Nuk mos hyn në varr për me varos, për me lëshum varr tash. Ai i cili prom ka pas marrëdhënie. Edhe kështu që Uthmani nuk e varosi gruan e vet, pra çikën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Transmetimi tjetër, shahidna ibnata li rasulillahi alayhi salam wa rasulullah alayhi salam jalisun ala al-qabr. Ishim bashkë me të dërguarin alayhi salam kur vdiq një prej çikave, tash këtu specie e kaminin. Edhe i dërguari alayhi salatu wassalam ishte ulur pranë varrit, fa ra'aytu aynayhi tadma'an. Edhe e pash syt i lotojshin të dërguarit për alayhi salatu wassalam. فقال tha, hel minkum rajulun lam yuqarif al-layla, a ka dikush prej jush që mbram nuk ka pas marrëdhënie me gruan? Abu Talha ka thonë une. قال فنزل في قبرها. Ka thonë pra zbrit, edhe ka zbrit Abu Talha, edhe e ka varos. Zbrit hyn në varr. Abu Talha nuk u kon mahrem, se ka pas safër, mirë po, pasi që o paraqit se nuk ka pas marrëdhënie, një natë për para, atër, ato e ka urdu pejgamberit alayhis salam që të varos. Buhariu thot, ma adri ma hadha, nuk e di çka është kjo, fa inna Ruqayya matet wa nabi alayhi salatu wasalam bi Badr lam yashhadha. Ruqayya ka vdek ditën e Bedrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka marr pjesë në varrim të çikës të Ruqayës. E ky është sebeb që s'ka marr pjesë Uthmani në betejën e Bedrit. Se është angazhuar me smundje, ka qenë smut, gruaja edhe me varrim pastaj. Se Bedri është dikon 200 kilometra larg Medinës. Edhe Hafidh Ibn Hajeri rahimahullah, si shumë raste, që thot Albani, halo askush nuk ka mujt me atë i kalu atina në ilmin e hadithit. Se alim në hadith s'ka si ai. Wa annaha Kulthum, zawj Uthman radhiyallahu anhu. Pra, ajo ka qenë Kulthum, këtu fjala çka është. Kjo ka vdek dikun, Tahaviu thot, edhe Ibn Hazm, po Tahaviu, wa kanat wafatuha fi sanati 9 min al-hijra. Vitin e 9 ka vdek të hijretit. Pra, Ruqayya vitin e 2, ndërsa kjo në vitin e 9. Neveviu thot rahimahullah, këtu shumë argument fort nxjerr, që ka patëm një pikë dersën e kalum, një prej pikave ke, që varimin e bën moshkull, jo femna. Këtu ka qenë, po tash e çuditshme është prej Neveviut, thot pse Uthmani ose
paraktina i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çike ka pas, pse nuk kanë zbrit. Allah më thotë kanë pas doni arsye. Po arsyeja e qartë. Vetë pyetja pejgamberit alayhis salam po tregon se arsyeja çka është, kanë pas marrëdhënie natë përpara. As baba as burri s'ka zbrit me fut në varr me varros. Mirë po thotë diçka tjetër e nxjerr në argument këtu që ka patëm prej pikave dersën e kaluam, që vetë mashkulli angazhohet edhe e varros të vdekurin. Pa marrë parasysh, a e ka mahrem, a është i afërt, nëse është në pyetje femna, a mundohet hiç nuk është sikur Ebu Talha, hiç është prej familjes. Sepse aty ka qenë Fatimia, motra. Baba s'pe varros, burri s'pe varros, atëherë motra, ja nuk bë motra, pse femnat nuk varrosin. Aty ka qenë Allahu alem tash umatije, thot e kena pas shumë fillim, na ndaloi pejgamberi alayhis salam me marr pjesë në varrim femnave. Na ndaloi, e ka ndalu, por jo aq rept. Apshe po ka njansat e ndalesat. Mirë po edhe kështu me u kallëzu tash, ai hiç po mendoj këtu xahilesha që s'kan lidhje me fe, edhe xhahilt e lejojnë. Kështu që ju është, po marrin pjesë, lemu kështu me hap edhe një derë më bëhet. Allahu halim, bëhet hala ma përzit se nuk ka traditë e jonë, femnat me ardhë në varrim. Nuk ka qenë kjo kur. Edhe Albani përfundon, pra shkaku pse nuk e kanë varros është që në fillim e patëm te Buhariu dhe Muslimi hadithi që kushti ka qenë që mos me pas marrëdhënie natën paraprake. Edhe këtu e ka zgjidhur edhe Ibn Hazmi, edhe pasaj vazhdon. Pra kusht është? Vazhdon Albani diçka shumë e rëndësi për keqardhje, po e vërteton ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها krejt librat shumë e çuditshme, shumë e habitshme, është që krejt librat e fikut çka e kom si referencë ka marr për këtë libër vetë çka ka shkruajt, nuk e përmendin lem tataarrad li hadhihi al-mas'ala la nafyan wala ithbatan. As me mohu, as me pohu këtë argument, shumë interesant. Buhari Muslim hadithi, e ka cek. Burri s'ka zbrit, baba s'ka zbrit. Edhe mos me përmend këto. Edhe pasaj po përfundon diçka shumë e rëndësi që duhet neve me ne hap syt. Wa hadha dalilun min adillatin kathiratin ala annahu la ghina lil faqih an kutub as-sunnah khilafan lima yadhunnuhu al-muta'assibatu lil madahib أن كتب الفقه تغنى عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Thot këtu po vërtetohet, edhe është argument prej shumë argumenteve tjera përveç kësajna, që nuk mundet me qenë libri që shmendojnë shumë fanatik dietar, nuk po thom alima, deni nuk thom alim, këta për mu nuk janë alima. Ai po shit edhe atër gjithkur pas ka shkru libër. Na mjaftojnë librat e fikut, nuk kemi nevojë për librat të hadithit. Kjo është argument që i demanton ata. Plus, shkojnë halama atut e thonë, nuk kemi nevojë edhe për ajete, se këta imama tonë të fikut e kanë me dhebit, e kanë analizu, i kanë marrë krejt, s'ka nevojë mu këthy mo. Me këtë qëllim. Edhe thot Allah është lartë edhe i pastër prej asaj që zullumçarët i përshkruajnë Allahut subhanahu wa taala. Pika tjetër me radh, kjo nuk po këshyret shumë tëra, o sunnatu idkhalul meyti min muakhkhari al-qabr. Prej sunetit është që të vdekurin me e fut nga prapa të varrit, pra prej ka kumt hyn, jo ka qysh të na
Do të na krejt paralel që aty shoh, që shtene këto edhe rinë aty, shtene ke dorë këtu, bëne ato. Që gabim është, duhet, a pe kuptoni, a është vori, këtu elshojnë tabutin edhe që ashtu elshojnë. Që jo gabim, duhet ka komt, në tona me hy. Pra përzgjati, jo përzgjani. Të na futët përzgjani, çka është gabim? Kjo është prej sunet të pejgamberit alayhis salam. Tu bazu në hadithin ku thot Ebu Ishaq Eusa al-Harith. Harith, ky ka qenë një prej tabinëve, Harith al-Awar. Edhe kjo e tregon se çfarë ndjenje duhet besimtari me pas për sahabe. Çka ka qenë gjendja me tabinët. Respekt maksimal, edhe kanë këshyrë çdo rrethon me përfitu prej sahabeve. Dhe ky al-Harith, rahimahullah, tabin, kalon amanet që kur vdesune me mvaros Abdullah ibn Yazidi. Edhe pse ka qenë sahabe i vogël, mirë po sahabe. Ai me ma falë gjenazin edhe me ma varoz. Para me ndonë gjenazit qka ka? Ka dua. Sahabja me bo dua për mu, jo tjetër kush. Bojnë edhe gjemati kuptot, mirë po imam jo kryesor. Fesalla aleja ka falë namazin, thume edkhalehu l'kabre min qibli rijlej l'kabr. Pasaj ka fut nga ana ku janë kumt. Edhe tha fund vë kal, hadhe min es sunne. Kjo është prej sunet pejgamberit alayhis salam. Sahabja po ja çet vulën. Nuk ka logjik, nuk ka mundësi absolut. Absolutisht nuk ka mundësi. Sahabja me thonë kjo prej sunetit e mos mu bazu te fjala se vepra pejgamberit alayhis salam. Nuk thotë kështu sahabja. Sa kom përsërit. Mundin e kanë dhënë alimat e hadithit te zinxhir transmetuese me ardh deri te sahabja. Kur në të sahabe s'kisha me verifiku të ato. A është i drejta, a është gënjeshtara, mashtrona. Nuk ka shansë se Allah për të radhiyallahu anhum. Allah është i kënaqur me ta, Allahu nuk është i kënaqur me njerën e keq, me gënjeshtarin, me mashtrusin. Bile i ka lavdru qysh në Tevrat para 1000 vjetëve. Terahum fi wujuhim simam min athari sujud, dhalike methalum fi Tevra. O methalum fi l'Injil, pasaj vazhdon. Ishe shenat e ballë në ballën e tyre shenat e sejdës. Kjo është shembulli i tyre i sahabeve në Tevrat, e shembulli i tyre në i sahabeve pra. Në Injil edhe vazhdon vetin tjetër e cik. Pra i ka lavdru qysh në Tevrat edhe në Injil Allah subhanahu wa taala. Edhe në Kur'an po thot Allah është i kënaqur me ta. A ka logjik njëri i tillë, njëri prej tyre, cilit koft. Me thonë kjo është prej sunetit e mos me pas ashtu ka vepru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'ka mundësi, absolutisht. As mundësi më e vogël. Allah na mundsoft me i ringjallë dhe me i kthy sunetet. Ibn Sirini thot, rahimahullah, e dënit tabin i madh, kuntu ma Anasin fil janazetin fa amara bil mejiti fa sulle min qibli rijli l'kabri. Pra, edhe një sabah la ma i madh. Thot, Muhammed ibn Sirini, rahimahullah, isha me Enesin, ka qenë kë ma i lidhun, prej nxansave të Enesit, në një varim të një gjanaze edhe elshun nga mrapa, nga ana e komt të vdekurin. Pika tjetër me radhë që edhe kjo për fatkeq. Lëshohet në tokë gjenazja në krahun e djatë, jo si kur të në shpinë. Dhe vetëm një bos me qitë me akty kokën. Krejt trupi është këthym ka kibilja. Në krah djatë. Si kur të bjerë me flajtë në krah djatë, e dini, ka shumë hadithe,
që ka qitë shuplakën e djathtë në faqe të djathtë edhe i ka thonë ato dhikre. Po edhe i vdekuri, qashtu lëshohet në varë, wajhuhu qubalatil qibla. Ftyrën e ka të kthym në drejtim të kiblës. Pra, tash kokën e ka kibla knena, tash në anën e djathtë koka, në të majtën komt, sepse për ndryshe atar i bjen me kone kundërta, atër është dasht në krah të majtë me lëshu. Që me qenë anë e majtë koka e komt në djathtën. Por pasi që është varosët lëshohet në krah të djathtë, atër detyrimisht i bjen se në anën e djathtë është koka, në anën e majtë të kiblës i bjen në komt. Edhe po thot Albani, ala hadha jara amalu ahli al-islami min ahdi Rasulillahi alayhi salatu wasalam ila yawmina hadha. Kështu ka vazhdu ky sunet i pejgamberit alayhi salatu wasalam tek muslimant prej të kohës të dërguarit sallallahu alaihi wasallam deri ditën e sodit. Edhe kështu çdo ftyrë tokës, çdo varrim i muslimanit kështu bëhet. Me thonë që të na s'po bëhet. Edhe kështu e ka cek thot edhe në Muhalla Ibn Hazmi. Pika tjetër me radh, ai i cili e lëshon në varr thot Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ose pra Bismillah sipas sunetit të dërguarit alayhi salam, ose ala milleti Rasulillah alayhi salam, ose në fenë të dërguarit alayhi salam. Duke u bazu në hadithin të cilin e transmeton Ebu Davudi nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, thot أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. I dërguari alayhi salatu wassalam kur e vendoske të vdekurin në varr thoshte Bismillah wala sunnati Rasulillah. Pra Bismillah sipas sunetit të dërguarit alayhi salatu wassalam. Pra nuk ka thonë sipas sunetit të, nuk ka fol vetën e parë se ai vet, mirë po, për ma vonë, neve me në mësu se qysh me thonë. Ka transmetime edhe ala milleti Rasulillah, pra në fenë të dërguarit alayhi salatu wassalam. Duke bazu edhe këto, El-Bejad radhiyallahu anhu, El-Bejad një prej sahabe ma të vegjël, që kanë qenë ma të ri, thot el-mejitu idha wudia fi qabri fel yaquli alladhina yad'unahu, pra ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vdekur të lëshohet në varr, ata të cilët e lëshojnë në varr, kur të lëshojnë në varr, le të thonë bismillah o billah o ala milleti Rasulillah. Bismillah, në emër të Allahut, o billah edhe për Allah, në fenë e të dërguarit alayhi salatu wassalam. Pika tjetër me radh, thot Albani, wa yustahabbu liman inda al-qabri an yahthu min at-turab thalatha hathawatin bi yadayhi jami'a. Ba'da al-firaq. Pëlqejet shumë e pëlqyeshme është që ata që kanë marrë pjesë pas që të varosët me 2 grushta, 3 grushta dhe me qit. Ebu Hurajra thot radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin thumma ata al-mayyita fa hatha alayhi min qibali ra'sihi 3. Ja fali namazin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjenazës, pastaj këta të tjerë të kanë varros, por nuk ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me varros, kur e kanë përfunduar është afru të i vdekur edhe 3 grushta ka koka i ka qitë të vdekurit. Këto tash është të na drasa, po ato s'kan pas me qerpiq. Jo drejt me ra në kokë.
Thot Albani, disa fukaha që kanë thonë se kur të gjun grushtin e parë, me thonë minha khalaqnakum, ndo këtë është në sure Taha, ajeti. Prej saj, prej dhejut, ju kena kriju, dytën kur të gjun, wa fiha nu'idukum, në te do t'ju kthejmë, minha nukhrijukum taratan ukhra, edhe prej dhejut, pro do t'ju nxjerrim herën tjetër. Fela asle lehu fi shay'in min al-ahadith, nuk ka kur farbazën hadithe kjo. Tena ka dikush edhe thot edhe po është haru, është i kalu, elhamdulillah. Duke marr si argument një hadith cilën transmeton Imam Ahmedi, mirë po është thot Albani me udu, e përmendëm atë barim të Kulthumit, e bagi kështu ka thonë i dërguari sallam, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Jo që është daif jiddan, mirë po është i shpifur. Kur të përfundon varimi, prej sunetit janë disa gjëra të cilat preferon me bo. E para, en yurfa al-qabru anil ardi qalilan nahwi shibrin, që vari pak të ngritet sa një plumb. Jo me qenë e rafsht me tokën, që të dallohet edhe që mos të rafshohet edhe mos të hupet. Edhe thot Gjabiri, radhiyallahu an, vari i dërguarit alayhi salatu selam, laht, në thonë kushtimisht se furç, po them ai si xhep, kur e vendosën aty edhe i kanë qitë qerpishat, me mshel tash ato, edhe vari u ngrit nga toka për afërsisht sa një plumb. Pra këto e transmeton Gjabiri radhiyallahu an. Hadithur sahih. Ebu al-Akhdar thot, ra'aytu qabra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shibran aw nahwi shibrin. E poshtë varrin të dërguarit alayhi salatu wasalam, edhe ishte ngritur një plumb ose parafësisht një plumb. Shafiu thot, pra po e citon Albani, uhibbu an la yuzade fil qabri turabun min ghairi. Edhe shumë pëlqen mu që mos shtohet dhe jashta dheut të varrit. Pse bëhet një plumb? Po të na bëhet ma shumë, pse ajo zbrastira me drasa të na, është e ka vëllimin ma të madh. Kryesore, Shafiu thot, të na po i bjen shumë, mirë po pasaj jo me shi, jo po bjen, apo që aty bjen. Që aty vjen puna, te një plumb e gjys, që ashtu me thonë. E Shafiu thot, rahimullah, nuk kom qef që me pru dhe jashta dheut i cili ka mbet prej varimit, prej varë që i kanë zjerë. Nëse e bin tash tjetër dhe, shtez, atëher bajaki qotë, thot, irtefa gjidden, qotë varë, ngritët hala. Inne ma uhibbu, unë e kom qef, thot, enne yushhasa ala wajhi al-ardi shibran aw nahwi, që të ngritet mbi dhe një plumb ose parafërsisht sa një plumb. E dyta, en yuj'ala musannaman, mysët, si poshtë mysët. E kundërta e kur është luk, kjo mysët ka si një gung, diçka që ka është dal, që ka si me kuris. Pra në atë formë e pas vari. Duke u bazu në hadithin, të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, po ajo që ka po në intereson neve, është vetëm të Buhariu. Thot,
Sufjan at-Tamar, rahimullah, e ka pa varrin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, musannaman, ashtu të ngritur pak. Pra sa një plumb. Transmetohet pastaj nga Hisham bin Urve, djali Urves. E dini Urve, shumë herë kena përmend, djali Esmas, djali Zubejrit, nga baba, nipi e Safijës, hala e pejgamberit a.s. Nga nana, nipi e Ebu Bekrit. Edhe tha, ra muri aty ku kanë qenë varet e të dërguarit a.s. Ebu Bekrit edhe Umerit. Edhe e kam pa një kamp. Në kohën e El-Walid ibn Abdul Malik, ka qenë khalife në kohën e tij. Kanë desh tash me rregullu, pa se ka ra, është rënu muri me rregullu. Fe bedet lehum qademun fe feziu, jon friksu, jon tut mos u shkoma pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është dul tash vorrin në mejdan. Me dhanu enaha pra kanë menduar se i të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Fema wajadu ahadan ya'lamu dhalika hatta qala lahum Urwa, askush nuk ka qenë mundësi që me thonë, a është asosht koma pejgamberit alayhis salam. Derisa ka Urve edhe ka thonë, la wallahi ma hiya qadamu nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hiya illa qadamu Umar. Kjo nuk është pashallah, nuk është koma pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po është koma e Umerit radhiyallahu anhu. Edhe përsunte kaqke. Me pika tjera, me letë Allah, të vazhdojmë takimin tonë të ardhshëm. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.